si deputet të opozitës në këtë rast nuk jemi pranuar me ndryshu me marrëveshje, është drejta e kryesuesit të seancës, që brenda 48 orëve kur do me caktu seancën, pa miratimin tonë na kishim marrë edhe ditën e Bajramit, ashtu siç e prashë kushtetuta, po e ka shfrytzu kryesuesi të drejtën e tij që brenda 48 orëve me e thirrë nesër seancën. Nuk kemi rënë dakord, as unë, as PDK-ja, as TDK-ja ka qenë kryesisht dëshirë dhe lëvizjes vetëvendosje dhe kryesuesit të seancës. Ishte edhe kërkesë që të shtyhet, ndoshta jo të premte po të shtunën, ne nuk e pranuam sepse e thot qartë kushtetuesa që brenda 48 orëve duhet të mbledhemi në seanca deri në konstituimin e konventit, me ata nuk kemi pajtuar fare, ndërsa për ndryshim të orarit është zoti Dehori ka ndryshu pa miratimin tonë. Kemi thonë është e pandershme para qytetarëve me dalë në një moment të tillë tash kur ka fesë, me thonë tash për fesën apo e rregullojmë orarin e seancës sipas dëshirës sonë dhe ne kemi thonë ne mundemi edhe të premten që është ditë Bajrami me qenë në seancë, po zoti Dehori ka vendosur në të drejtën që ai jep rregullorja e kuvendit që brenda 48 orëve me thirrë seancën, ai ka thirrë nesër në mënyrë që të premten të janë të lirë. Nuk ka qenë qëndrim i njoni.